Alarm global. Popullsia po rritet me ritëm maramendës, ja çfarë do të thotë kjo për të ardhmen? Do ta ndaj në seksione të qarta për të ruajtur strukturën dhe për të bërë sa më i lexueshëm. Alarm global. Popullsia po rritet me ritëm maramendës, ja çfarë do të thotë kjo për të ardhmen? Në dekadat e fundit, bota ka qenë dëshmitare e një rritjeje të paparë të popullsisë njerëzore. Sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, popullsia globale ka kaluar shifrën prej 8 miliardësh në vitin 2023, dhe parashikimet tregojnë se kjo tendencë do të vazhdojë, ndonse me një ritëm të ndryshueshëm në varësi të rajonit dhe politikave lokale. Por çfarë nënkupton kjo rritje për shoqërinë, ekonominë, mjedisin dhe planetin tonë në përgjithësi? Një faktorët që po nxisin rritjen e popullsisë. Rritja e popullsisë nuk është një fenomen i rastësishëm, por rezultat i disa faktorëve të ndërlidhur. Në krye të listës qëndron përparimi i mjekësisë dhe kujdesit shëndetësor, i cili ka ulur ndjeshëm shkallën e mortalitetit, sidomos te foshnjat dhe fëmijët e vegjël. Sëmundje që dikur ishin shpesh fatale sot mund të menaxhohen me ilaçe moderne, vaksina dhe trajtime të specializuara. Përveç kësaj, përmirësimi i higjienës, furnizimi me ujë të pastër dhe ushqimi më i mirë kanë kontribuar në rritjen e jetëgjatësisë mesatare. Një tjetër faktor i rëndësishëm është fertiliteti. Në disa rajone të Afrikës, Azisë dhe lindjes së mesme, normat e lindshmërisë mbeten ende të larta, duke shkaktuar një rritje të shpejtë të popullsisë. Në krahasim, vendet e zhvilluara zakonisht kanë normë më të ulët fertiliteti, shpesh në nivelin e zëvendësimit, 2-1 fëmijë për grua, gjë që ka çuar në ngadalësim ose stabilizim të popullsisë në këto zona. Migrimi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në shpërndarjen e popullsisë. Qytetet kryesore po përjetojnë rritje të madhe për shkak të migrimit rural-urban, duke krijuar metropole të mbipopulluara dhe duke sfiduar infrastrukturën ekzistuese. 2. Konsekuencat ekonomike. Rritja e shpejtë e popullsisë sjell një gamë komplekse sfidash ekonomike. Nga njëra anë, një popullsi e madhe mund të jetë një burim i fuqishëm punës dhe potenciali inovativ. Ekonomitë me popullsi të re dhe dinamike shpesh kanë tregje të brendshme të mëdha dhe mund të përfitojnë nga efikasiteti i shkallës dhe punës aktive. Nga ana tjetër, rritja e pakontrolluar e popullsisë mund të krijojë presion mbi burimet ekonomike. Shtimi i numrit të njerëzve që kërkojnë punë, strehim dhe shërbime publike mund të çojë në papunësi, varfëri dhe tension social. Shkollat dhe spitalet mund të mos arrijnë të përballojnë kërkesat në rritje, veçanërisht në vendet në zhvillim. Për më tepër, kërkesa për ushqim, energji dhe ujë rritet proporcionalisht me popullsinë, duke krijuar sfida për sigurinë ushqimore dhe menaxhimin e burimeve natyrore. 3. Presioni mbi mjedisin dhe planetin. Një nga pasojat më të dukshme të rritjes së popullsisë është ndikimi mbi mjedisin. Toka ka një kapacitet të kufizuar për të përballuar një popullsi në rritje, pa dëmtuar ekosistemet natyrore. Deforestimi, zhdukja e biodiversitetit, ndotja e ajrit dhe ujit, dhe ndryshimet klimatike janë të gjitha përkeqësuar nga presioni i madh njerëzor. Konsumi i energjisë dhe i burimeve natyrore rritet me numrin e popullsisë, dhe kjo ka efekt domino mbi klimën globale. Për shembull, vendet me rritje të shpejtë industriale dhe popullsi të madhe kontribuojnë më shumë në emetimet e karbonit, duke përshpejtuar ndryshimet klimatike. Në të njëjtën kohë, qytetet që shpejtohen për të përballuar nevojat e një popullsie në rritje shpesh shkatërrojnë hapësirat natyrore dhe krijojnë probleme të përqendrimit të ndotjes. 4. Sfida sociale dhe shëndetësore. Rritja e popullsisë nuk është vetëm çështje ekonomike apo ekologjike. Ajo ka implikime të thella sociale. Shtimi i popullsisë rrit kërkesën për arsim, kujdes shëndetësor, transport dhe strehim. Në disa rajone, mungesa e infrastrukturës mund të shkaktojë shfaqjen e lagjeve të varfra urbane, probleme të shëndetit publik dhe tensione sociale. Gjithashtu, ndryshimet demografike mund të ndikojnë në strukturën e shoqërisë. Për shembull, një popullsi e re dhe në rritje mund të sjellë nevojën për më shumë shkolla dhe trajnime profesionale, ndërsa një popullsi e plakur në vendet e zhvilluara kërkon sisteme të forta të pensioneve dhe kujdesit shëndetësor për të moshuarit. Kjo ndihmon të kuptohet se rritja e popullsisë nuk është homogjene dhe kërkon strategji të ndryshme në varësi të strukturës së saj demografike. 5. Urbanizimi dhe sfidat e qyteteve të mëdha. Një tjetër pasojë e rritjes së popullsisë është urbanizimi i shpejtë. Metropolet globale si Lagos, Mumbai, Kin dhe Dhaka po përjetojnë një shpërthim të numrit të banorëve, duke u shndërruar në qendra gjigante ekonomike, kulturore dhe sociale. Megjithatë, ky proces sjell sfida të mëdha. Trafiku i bllokuar, mungesa e banesave të përballueshme, ndotja e ujit dhe ajrit,
dhe infrastruktura që shpesh mbetet e pamjaftueshme. Urbanizimi i shpejt gjithashtu ndikon mbi shëndetin publik. Qytetet e mbipopulluara janë më të prekura nga përhapja e sëmundjeve infektive dhe problemeve mjedisore. Përveç kësaj, mungesa e hapësirave të gjelbra dhe ambientit të pastër mund të ndikojnë negativisht mbi cilësinë e jetës. 6. Politikat dhe zgjidhjet e mundshme. Përballë këtij fenomeni, shumë vende kanë filluar të ndërmarrin politika për menaxhimin e rritjes së popullsisë. Këto përfshin programe për edukimin e grave, qasje më të madhe në planifikimin familjar dhe incentivime për familje me më pak fëmijë. Për shembull, Kina ka kaluar nga politika e njohur një fëmijë në një qasje më fleksibël për të lehtësuar presionin demografik dhe për të balancuar strukturën e popullsisë. Në vendet e zhvilluara, sfidat janë të ndryshme. Aty fokusi është shpesh tek nxitja e linçmërisë për të shmangur plagjen e shoqërisë dhe për të mbështetur sistemet e pensioneve dhe kujdesit shëndetësor. Kjo kërkon politika të sofistikuara, përfshirë mbështetje financiare për familjet, kujdes për fëmijët dhe balancim të jetës profesionale me familje. 7. Pasojat globale. Në një skenar global, rritja e popullsisë ka pasoja komplekse dhe të ndërthurura. Shtetet me popullsi në rritje të shpejtë do të kenë një ndikim më të madh në tregjet globale, konsumin e energjisë dhe presionin mbi burimet natyrore, ndërsa vendet me popullsi në plakje mund të përballen me sfida ekonomike dhe shoqërore, duke kërkuar migrim dhe teknologji për të mbajtur produktivitetin. Ndikimet klimatike dhe ekologjike janë gjithashtu të pashmangshme. Një popullsi më e madhe nënkupton më shumë nevojë për ushqim, ujë, energji dhe hapësira të banimit. Kjo mund të intensifikojë problemet ekzistuese të ndryshimeve klimatike, degradimit të tokës dhe humbjes së biodiversitetit. Rajonet ku rritja e popullsisë është më e shpejtë. Rritja globale e popullsisë nuk ndodh në mënyrë uniforme. Disa zona të botës po përjetojnë një shpërthim demografik, ndërsa të tjera përballen me ngadalësim ose madje ulje të numrit të banorëve. Sipas projeksioneve të Kombeve të Bashkuara, vendet e Afrikës subsahariane do të jenë motorët kryesor të rritjes së popullsisë globale gjatë dekadave të ardhshme. Për shembull, Nigeri pritet të bëhet vendi më i populluar në Afrikë deri në vitin 2050, duke arritur mbi 400 milion banor nga rreth 223 milion aktualisht. Ky fenomen ka pasoja të jashtëzakonshme për ekonominë, urbanizimin dhe burimet natyrore të vendit. Po ashtu, pjesë të Azisë Jugore, përfshirë Pakistanin, Bangladeshin dhe Indi, do të shohin rritje të konsiderueshme të popullsisë. India tashmë ka kaluar Kinën në numrin e banorëve dhe pritet të vazhdojë të rritet, duke arritur mbi 1.6 miliard deri në vitin 2050. Kjo rritje krijon një treg të brendshëm gjigant dhe mundësi ekonomike, por gjithashtu shton presionin mbi infrastrukturën, energjinë dhe ambientin. Në kontrast, shumë vende të zhvilluara në Evropë, Japoninë dhe pjesë të Amerikës së Veriut, po përjetojnë ngadalësim të linçmërisë dhe plagje të popullsisë. Japonia, për shembull, ka një popullsi që zvoglohet me mbi 0,3 në vit dhe një mesatarje gjatësie mbi 84 vjet, duke krijuar sfida serioze për sistemin e pensioneve dhe kujdesin shëndetësor. Këto ndryshime rajonale do të çojnë në një pabarazi të madhe demografike, ku vendet me popullsi në rritje do të kenë më shumë të rinj dhe vende me popullsi në ulje do të kenë më shumë të moshuar. 2. Urbanizimi dhe metropolet e ardhshme. Urbanizimi është një nga pasojat më të dukshme të rritjes së popullsisë. Qytetet e mëdha në Afrikë, Azinë Jugore dhe Lindjen e Mesme do të shndërrohen në metropole me mbi 20-30 milion banor. Lagos, Kinshasa, Dhaka dhe Karachi pritet të rriten me miliona banor brenda 2 dekadave të ardhshme. Kjo do të kërkojë një planifikim urban të sofistikuar për të siguruar strehim, transport dhe shërbime publike. Megjithatë, urbanizimi i shpejt mund të krijojë lagje të mbipopulluara dhe informalitet në qytete, duke rritur papunësinë, varfërinë dhe tensionet sociale. Për më tepër, ndotja e ajrit dhe ujit do të përkeqësohet dhe shëndeti publik do të vihet në rrezik. Studiuesit parashikojnë se vetëm në Afrikë, qytete të tilla do të kenë nevojë për ndërtimin e qindra miliona banesave të reja për të përballuar valën e migrimit rural-urban. 3. Ushqimi dhe siguria ushqimore. Rritja e popullsisë ka një ndikim të drejtpërdrejtë mbi sigurinë ushqimore globale. Sipas Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, kërkesa për ushqim do të rritet me mbi 50 i deri në vitin 2050 për të përmbushur nevojat e një popullsie globale që pritet të arrijë 9-7 miliard. Kjo do të kërkojë prodhim më të madh bujqësor, përmirësim të teknologjive të kultivimit dhe reduktim të humbjeve ushqimore. Vendet e varfra, veçanërisht në Afrikë dhe Azinë Jugore,
mund të përballen me mungesa ushqimore të mëdha nëse nuk ndërmerren masa. Krizat e mundshme ushqimore mund të çojnë në konflikte për burimet natyrore, migrime masive dhe destabilizim social. Për më tepër, ndryshimet klimatike, thatësirat dhe përmbytjet rrisin pasigurinë ushqimore, duke e bërë situatën më të ndërlikuar. 4. Uji dhe burimet natyrore. Një tjetër sfidë e madhe lidhet me menaxhimin e ujit dhe burimeve natyrore. Rritja e popullsisë rrit kërkesën për ujë të pishëm, ujë për bujqësi dhe ujë për industri. Rajone të tilla si Lindja e Mesme dhe Afrika Veriore tashmë përballen me stres të ujit, dhe trendi pritet të përkeqësohet. Ekspertët paralajmërojnë se deri në vitin 2050, mbi 3 miliard njerëz mund të jetojnë në rajone me mungesa serioze të ujit. Përveç ujit, energjia dhe tokat bujqësore janë burime të tjera kritike. Rritja e popullsisë do të kërkojë energji më shumë se kur më parë, duke shtuar presionin mbi burimet fosile dhe duke rritur emetimet e karbonit. Në të njëjtën kohë, për të mbajtur ritmin e kërkesës për ushqim, tokat natyrore do të shndërrohen në toka bujqësore, duke shkaktuar humbje të biodiversitetit dhe degradim të mjedisit. 5. Migrimi dhe tensionet globale. Rritja e popullsisë mund të nxjisë migrime masive. Të rinjt që nuk gjen punë dhe mundësi në vendet e tyre, shpesh migrojnë drejt qyteteve të mëdha ose vendeve më të zhvilluara. Kjo krijon tensione sociale dhe politike në vendet pritëse, veçanërisht kur burimet dhe infrastruktura janë të kufizuara. Në të njëjtën kohë, migrimi mund të sjellë përfitime ekonomike për vendet pritëse, duke ofruar fuqinë punëtore që mungon dhe rritjen e konsumit të brendshëm. Sidoqoftë, menaxhimi i migrimit do të kërkojë politika të kujdesshme për integrim social, arsim dhe shëndetësi. 6. Plakja e popullsisë në vendet e zhvilluara. Ndërsa disa rajone përjetojnë rritje të shpejtë, të tjerat përballen me plakje të popullsisë. Evropë, Japonia dhe disa pjesë të Kinës po hasin një strukturë demografike, ku numri i të moshuarve tejkalon atë të rinjve. Kjo ka pasoja të thella për ekonominë. Më pak fuqi punëtore, më shumë nevojë për kujdes shëndetësor dhe presion mbi sistemet e pensioneve. Vendimet e politikave për nxitjen e linçmërisë, përdorimin e teknologjive për rritjen e produktivitetit dhe stimulimin e migrimit të kontrolluar do të jenë thelbësore për të ruajtur stabilitetin ekonomik dhe social. 7. Pasojat afatgjata për planetin. Në një horizont 50 vjeçar, rritja e popullsisë mund të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si njerëzit jetojnë dhe bashkëveprojnë me planetin. Rajonet e mbipopulluara mund të shfaqin kriza ushqimore, mungesa uji dhe degradim të mjedisit, ndërsa vendet me popullsi të plakur do të kenë nevojë për zgjidhje inovative, për kujdesin shëndetësor dhe për të mbajtur ekonominë aktive. Ndikimi global i rritjes së popullsisë do të jetë i ndërlidhur me ndryshimet klimatike, humbjen e biodiversitetit dhe presionin mbi burimet natyrore. Sfidat janë të mëdha, por mund të zbuten përmes politikave të mençura, teknologjive të qëndrueshme dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. 1. Politikat e menaxhimit të popullsisë. Një nga mënyrat më efektive për të përballuar rritjen e popullsisë është vendosja e politikave të duhura nga qeveritë dhe institucionet ndërkombëtare. Këto politika përfshin planifikimin familjar, edukimin dhe stimulimin ekonomik. Planifikimi familjar ka treguar rezultate të jashtëzakonshme në vende si Vietnami, Tajlanda dhe Irani, ku aksesi i gjerë në kontraceptiv dhe edukim për shëndetin riprodhues ka ulur normat e linçmërisë pa imponuar kufizime drastike. Ky qasje nuk ndikon vetëm tek rritja e popullsisë, por përmirëson edhe shëndetin e grave dhe fëmijëve, duke ulur mortalitetin dhe duke krijuar një shoqëri më të fortë. Edukimi i grave dhe vajzave është një tjetër element kyç. Studimet tregojnë se sa më e lartë të jetë arsimi i grave, aq më e ulët është fertiliteti dhe aq më shumë rritet mundësia e përfshirjes në ekonomi dhe shoqëri. Edukimi i grave ka efekt afatgjat mbi stabilitetin demografik dhe zhvillimin ekonomik. Stimulimet ekonomike për familjet janë gjithashtu një mjet i fuqishëm. Shumë vende evropiane dhe aziatike ofrojnë mbështetje financiare për familjet me fëmijë, përfshirë shtesa për foshnjat, mbështetje për kujdesin e fëmijëve dhe lehtësira tatimore. Kjo ndihmon të mbahen normat e linçmërisë në nivele të qëndrueshme, pa krijuar mbipopullim. 2. Teknologjia dhe inovacioni në shërbim të popullsisë. Teknologjia ka një rol të rëndësishëm në zbutjen e pasojave të rritjes së popullsisë. Në bujqësi, teknologjitë e avancuara mund të rrisin prodhimin ushqimor, pa shfrytëzuar më shumë toka. Për shembull, përdorimi i bioteknologjisë, hidruesve inteligjent dhe farave me rezistencë ndaj thatësirës mund të përmirësojnë rendimentin e grurit, misrit dhe produkteve të tjera kryesore bujqësore.
Energjia e rinovueshme është gjithashtu një komponent i rëndësishëm. Për të përballuar kërkesën e rritur për energji, vendet mund të investojnë në diell, erë dhe burime të tjera të qëndrueshme. Kjo jo vetëm që ul emetimet e karbonit, por gjithashtu siguron energji për një popullsi në rritje, duke mbështetur ekonominë dhe shëndetin publik. Teknologjitë e ujit janë të domosdoshme në zonat me mungesë të ujit. Sistemet e përpunimit të ujit, rikuperimi i ujërave të përdorura dhe përdorimi i teknologjive të ujit të shiut mund të ndihmojnë për të përballuar nevojat e miliona njerëzve. 3. Qytetet inteligjente dhe urbanizimi i qëndrueshëm. Urbanizimi i shpejt mund të shndërrohet në një mundësi nëse qytetet menaxhohen mirë. Koncepti i qyteteve inteligjente përfshin përdorimin e teknologjive të informacionit dhe komunikimit për të optimizuar transportin, energjinë, strehimin dhe shërbimet publike. Shembuj konkret përfshin qytete si Singapori dhe Kopenhageni, ku përdoren sisteme të menaxhimit të trafikut, ndriçimi inteligjent dhe monitorimi i konsumit të ujit për të zvogëluar presionin mbi burimet natyrore dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës. Urbanizimi i qëndrueshëm gjithashtu nënkupton planifikim të hapësirave të gjelbra, zonave rekreative dhe transportit publik efikas. Kjo ndihmon në uljen e ndotjes, përmirëson shëndetin e qytetarëve dhe zvogëlon ndikimin ekologjik të qyteteve të mëdha. 4. Bashkëpunimi ndërkombëtar. Sfida e rritjes së popullsisë nuk mund të menaxhohet nga një vend i vetëm. Bashkëpunimi ndërkombëtar është kyç për të ndarë praktikat më të mira, teknologjitë dhe burimet financiare. Institucione si KB, Banka Botërore dhe organizatat humanitare mund të ofrojnë asistencë për vendet me popullsi në rritje të shpejtë, duke u fokusuar tek edukimi, shëndeti dhe infrastruktura. Për më tepër, marrëveshjet ndërkombëtare për klimën dhe burimet natyrore do të jenë vendimtare. Një planet i mbipopulluar dhe i ndotur nuk njeh kufi politik, kështu që bashkëpunimi global është i nevojshëm për të mbrojtur mjedisin dhe për të siguruar stabilitetin social. 5. Roli i qytetarëve dhe shoqërisë civile. Menaxhimi i rritjes së popullsisë nuk është vetëm përgjegjësi e qeverive. Qytetarët kanë një rol të madh për të luajtur. Njohja e ndikimit të linçmërisë, konsumi i qëndrueshëm, edukimi për planifikimin familjar dhe përfshirja në iniciativa mjedisore mund të ndihmojnë për të ulur presionin mbi planetin. Shoqëria civile dhe organizatat jo qeveritare mund të krijojnë programe për edukim shëndetësor, ndihmë për familjet në nevojë dhe promovim të teknologjive të qëndrueshme. Aktivizimi i komuniteteve dhe nxitjeve të dijes publike është një pjesë kyçe e strategjisë globale për të përballuar rritjen e popullsisë. 6. Zgjidhje inovative për ushqimin dhe energjinë. Në botën e sotme, inovacioni teknologjik ofron mundësi të reja për të menaxhuar rritjen e popullsisë. Ushqimi alternativ, si proteinat nga insektet, ushqimet laboratorike të mishit dhe bimët me rendiment të lartë, mund të zvogëlojnë presionin mbi bujqësinë tradicionale. Në energji, microgrids, bateritë avancuara dhe teknologjitë e riciklimit mund të sigurojnë energji për zona të mbipopulluara pa shtuar ndotjen dhe emetimet e karbonit. Kombinimi i këtyre teknologjive mund të sigurojë një të ardhme më të qëndrueshme për planetin. 7. Edukimi dhe vetëdia globale. Një element kritik është edukimi i popullsisë mbi pasojat e rritjes së popullsisë dhe mënyrat për të reduktuar ndikimin. Kur njerëzit kuptojnë lidhjen midis zgjedhjeve të tyre personale dhe pasojave globale, ata janë më të prirur të marrin vendime të përgjegjshme për familjet e tyre, konsumimin e burimeve dhe ndikimin ekologjik. Programet edukative në shkolla, fushata publike dhe përdorimi i mediave digjitale janë mjetet kryesore për të rritur vetëdijen dhe për të nxitur ndryshime pozitive në nivel global. 1. Pasojat sociale. Rritja e popullsisë ka ndikime të drejtpërdrejta dhe të ndërlidhura mbi strukturën shoqërore. Një popullsi në rritje, veçanërisht kur përqendrohet në qytete të mëdha, mund të çojë në sfida të shumta sociale. Papunësia dhe varfëria janë ndër efektet më të dukshme. Në vendet ku ekonomia nuk rritet në të njëjtin ritëm me popullsinë, shumë të rinj nuk gjejnë punë, duke u detyruar të jetojnë me kushte të vështira. Kjo shpesh çon në informalitet ekonomik dhe rritje të kriminalitetit, duke krijuar një cikël të vështirë për zhvillim social. Mungesa e infrastrukturës shëndetësore dhe arsimore është një tjetër sfidë serioze. Shkollat dhe spitalet shpesh nuk arrin të përballojnë kërkesat e një popullsie të madhe. Kjo mund të rezultojë në cilësi të dobët të arsimit dhe shërbimeve shëndetësore, duke krijuar një hendek social midis të pasurve dhe të varfërve. Presion mbi banesat dhe hapësirat publike është gjithashtu i dukshëm. Qytetet e mbipopulluara shpesh përballen me mungesë të banesave të përballueshme dhe hapësirash rekreative. Lagjet informale,
ose shkretëtirat urbane, janë një dukuri e zakonshme që sjell sfida të mëdha për sigurinë dhe cilësinë e jetës. 2. Pasojat kulturore. Rritja e popullsisë ka efekt edhe mbi kulturën dhe identitetin social. Migrimet e brendshme dhe ndërkombëtare, që ndodhin për shkak të rritjes së popullsisë dhe mungesës së mundësive, shpesh krijojnë një përzierje të komuniteteve dhe kulturave. Kjo mund të jetë një mundësi për pasurim kulturor, por gjithashtu mund të çojë në tensione dhe konflikte kulturore, veçanërisht kur integrimi social nuk menaxhohet mirë. Kultura urbane gjithashtu ndryshon për shkak të mbipopullimit. Vendet tradicionale shpesh humbasin hapësira dhe tradita përballë nevojave urbane dhe industrializimit. Kjo krijon një tension midis ruajtjes së identitetit kulturor dhe zhvillimit ekonomik. 3. Pasojat psikologjike dhe shëndetësore. Rritja e popullsisë dhe mbipopullimi ndikojnë gjithashtu mbi shëndetin mendor dhe psikologjinë e njerëzve. Studimet tregojnë se banorët e qyteteve të mbipopulluara përjetojnë stres të shtuar, ankth dhe depresion për shkak të konkurrencës për burime, trafikut të dendur, ndotjes dhe mungesës së hapësirave të gjelbra. Fëmijët dhe të rinjtë që rriten në lagje të mbipopulluara shpesh përballen me mungesë mundësish edukative dhe stimujsh social, gjë që mund të ndikojë negativisht mbi zhvillimin e tyre emocional dhe intelektual. Për më tepër, presioni mbi shëndetin publik, përfshirë përhapjen e sëmundjeve infektive, rrit nevojën për kujdes shëndetësor të shpejtë dhe të efektshëm. 4. Strategjitë për adaptim. Për të përballuar këto pasoja sociale, kulturore dhe psikologjike, nevojiten strategji të shumanshme. Zhvillimi i infrastrukturës sociale dhe publike, investimi në shkolla, spitale dhe transport publik është thelbësor. Kjo ndihmon në zvogëlimin e presionit mbi qytetet dhe përmirëson cilësinë e jetës. Krijimi i hapësirave të gjelbra dhe rekreative, parket, kopshtet dhe hapësirat sportive kontribuojnë në mirëqenien psikologjike dhe zvogëlojnë stresin e qyteteve të mbipopulluara. Integrimi social dhe edukimi kulturor. Programet që nxisin dialogun ndërkulturor dhe integrimin e komuniteteve të ndryshme ndihmojnë në reduktimin e tensioneve kulturore. Shëndeti mendor. Rritja e qasjeve në psikolog, këshilltar dhe programe të mbështetjes sociale është thelbësore për të menaxhuar stresin dhe tensionet psikologjike të popullsisë. 5. Përgatitja për të ardhmen. Ndërsa shikojmë drejt vitit 2050 dhe mëtej, është e qartë se popullsia globale do të vazhdojë të rritet, edhe pse me ritme të ndryshueshme rajonale. Vendimarrësit duhet të planifikojnë strategji që përfshin edukimin, teknologjinë, urbanizimin e qëndrueshëm dhe shëndetin publik. Një qasje multidimensional që kombinon politikat e planifikimit familjar, teknologjinë inovative dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, mund të zvogëlojë ndikimet negative dhe të maksimizojë përfitimet e një popullsie të re dhe dinamike. 6. Roli i edukimit dhe teknologjisë. Edukimi nuk është vetëm një mjet për të kontrolluar fertilitetin, por edhe një mënyrë për të rritur vetëdijen ekologjike dhe shoqërore. Qytetarët e informuar janë më të prirur të marrin vendime të qëndrueshme mbi konsumin, energjinë dhe burimet natyrore. Teknologjia do të luajë një rol vendimtar. Përdorimi i inteligjencës artificiale për menaxhimin e burimeve, aplikacionet për urbanizim të qëndrueshëm, sistemet e monitorimit të mjedisit dhe zgjidhjet inovative për energji dhe ushqim mund të bëjnë diferencën midis krizës dhe stabilitetit global. 7. Përfundim i pjesës 4. Përfundimisht, rritja e popullsisë nuk është thjesht një çështje numerike. Ajo përfshin sfida komplekse sociale, kulturore dhe psikologjike. Pa strategji të menduara mirë, kjo mund të çojë në tensione, konflikte dhe krizë sociale. Por me politikat e duhura, teknologjinë e avancuar dhe vetëdijen globale, njerëzimi mund të menaxhojë sfidën dhe të krijojë një të ardhme më të qëndrueshme, ku rritja e popullsisë shoqërohet me zhvillim të barabartë, mirëqenie dhe respekt për planetin. 1. Përmbledhje e rritjes globale të popullsisë. Në dekadat e fundit, bota ka përjetuar një rritje të paparë të popullsisë njerëzore. Nga rreth 3 miliard në vitet 1960, tani kemi kaluar 8 miliard banor. Ky fenomen është indikuar nga një kombinim faktorësh: përparimi i mjekësisë dhe kujdesit shëndetësor, ulja e mortalitetit foshnjaror, përmirësimi i ushqimit dhe higjienës, dhe normat relativisht të larta të linçmërisë në disa rajone të botës. Megjithatë, rritja nuk ndodh njësoj në të gjithë globin. Afrika subsahariane dhe Azia jugore po përjetojnë shpërthime demografike, ndërsa vendet e zhvilluara si Japonia, Evropa perëndimore dhe Kina përballen me plagje të popullsisë dhe ngadalësim të linçmërisë. Ky dallim krijon një panoramë globale komplekse, ku disa rajone duhet të përballen me mbipopullim, ndërsa të tjera me mungesë fuqie punëtore dhe sfida demografike. 2 tendencat kryesore për shekullin e 21.
Parashikimet tregojnë se deri në vitin 2050, popullsia globale do të arrijë rreth 9.7 miliard, dhe deri në fund të shekullit 21, mund të stabilizohet rreth 10-11 miliard, në varësi të fertilitetit dhe politikave globale. Tendencat kryesore përfshin rritjen e popullsisë në Afrikë. Vendet si Nigeria, Etiopia dhe DR Kongo do të përjetojnë shpërthime të mëdha demografike. Kjo do të sjellë nevojë për urbanizim të shpejtë, shkolla, spitale dhe infrastrukturë të energjisë. Plakjen e popullsisë në vendet e zhvilluara. Evropa dhe Japonia do të kenë një përqindje të madhe të moshuarve. Kjo do të kërkojë reforma në sistemet e pensioneve, kujdesin shëndetësor dhe përdorimin e teknologjisë për të mbajtur produktivitetin. Urbanizimin masiv. Metropolet globale pritet të shndërrohen në superqytete me mbi 20-30 milion banor. Ky fenomen sjell mundësi ekonomike, por gjithashtu rrit presionin mbi burimet natyrore dhe cilësinë e jetës. Migrimet masive. Popullsia e rinjve në vendet në zhvillim mund të migrojë drejt vendeve të zhvilluara, duke krijuar tensione sociale, por edhe mundësi ekonomike. 3. Sfida globale të lidhura me rritjen e popullsisë. Rritja e popullsisë ka pasoja të ndërlidhura me ekonominë, mjedisin dhe shoqërinë. Siguria ushqimore. Nevoja për ushqim do të rritet me mbi 50 deri në vitin 2050. Vendet e varfra përballen me risk për mungesa ushqimore dhe kriza sociale. Teknologjitë në bujqësi, si farat rezistente ndaj thatësirës dhe prodhimi laboratorik i ushqimit, mund të ndihmojnë. Burimet natyrore dhe energjia. Kërkesa për ujë, energji dhe tokë bujqësore do të rritet. Pa menaxhim të qëndrueshëm. Kjo mund të shkaktojë konflikte dhe degradim të mjedisit. Ndikimi ekologjik. Humbja e biodiversitetit, ndotja e ajrit dhe ujit, dhe ndryshimet klimatike përkeqësohen nga mbipopullimi dhe konsumi i lartë i burimeve. Shëndeti dhe mirëqenia sociale. Mbipopullimi rrit stresin psikologjik, ndotjen dhe sëmundjet infektive. Shkollat dhe spitalet shpesh nuk arrin të përballojnë kërkesat e popullsisë në rritje. 4. Strategjitë për një të ardhme të qëndrueshme. Përballja me rritjen e popullsisë kërkon një qasje multidimensionale. Politikat demografike dhe planifikimi familjar. Vendosja e politikave për fertilitetin dhe edukimin riprodhues mund të ndihmojnë në stabilizimin e popullsisë. Edukimi dhe fuqizimi i grave. Arsimi i grave ul fertilitetin dhe rrit pjesëmarrjen në ekonomi. Urbanizimi i qëndrueshëm dhe qytetet inteligjente. Përmirësimi i infrastrukturës, transportit dhe hapësirave të gjelbra përmirëson cilësinë e jetës dhe zvoglon presionin mbi burimet natyrore. Teknologjia inovative. Ushqimet laboratorike, energjia e rinovueshme, sistemi inteligjent i menaxhimit të ujit dhe përdorimi i inteligjencës artificiale mund të ndihmojnë përballimin e sfidave globale. Bashkëpunimi ndërkombëtar. Krizat globale nuk njohin kufi, prandaj bashkëpunimi ndërkombëtar në edukim, shëndetësi, teknologji dhe mjedis është vendimtar. 5. Parashikimet për ekonominë dhe shoqërinë globale. Popullsia e re dhe dinamike mund të jetë një motor i fuqishëm për ekonominë, përmes rritjes së konsumit dhe fuqisë punëtore. Megjithatë, pa investime të duhura, kjo mund të shndërrohet në krizë sociale dhe ekonomike. Vendete me popullsi të plakur duhet të përballen me rritjen e kostove të kujdesit shëndetësor dhe pensioneve. Këto vende mund të kompensojnë humbjet demografike përmes teknologjisë, migrimit të menaxhuar dhe inovacionit ekonomik. 6. Një vizion për shekullin e 21. Nëse menaxhohet me kujdes, rritja e popullsisë mund të shndërrohet në mundësi për zhvillim të qëndrueshëm. Teknologjia dhe politika e mençur mund të sigurojnë ushqim, energji dhe infrastrukturë për të gjithë. Edukimi dhe vetëdia globale mund të ulin ndikimin mbi mjedisin dhe të përmirësojnë mirëqenien sociale. Megjithatë, nëse nuk ndërmerren masa, mbipopullimi mund të shkaktojë krizë ushqimore, tensione sociale, presion mbi burimet natyrore dhe përkeqësim të ndryshimeve klimatike. Ky shekull do të jetë vendimtar për mënyrën se si njerëzimi menaxhon ekuilibrin midis numrit të njerëzve dhe burimeve të planetit. 7. Përfundim dhe mesazhe kyçe. Rritja e popullsisë është një realitet që nuk mund të injorohet. Për të ardhmen e qëndrueshme, duhet të bashkohen politika efektive, teknologji inovative, bashkëpunim global dhe vetëdije qytetare. Vetëm duke kuptuar ndikimet komplekse sociale, ekonomike, ekologjike dhe psikologjike, mund të krijohet një planet ku rritja e popullsisë është një mundësi, jo një kërcënim. Mbipopullimi kërkon menaxhim aktiv dhe inovativ. Edukimi dhe fuqizimi i grave janë thelbësor për stabilitet demografik. Teknologjia dhe inovacioni mund të ofrojnë zgjidhje për ushqim, energji dhe mjedis.
Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe vetëdia qytetare janë kyçe për suksesin afatgjat. Në këtë mënyrë, njerëzimi mund të transformojë sfidën e rritjes së popullsisë në një histori suksesi global, ku çdo individ ka mundësi të kontribuojë për një të ardhme të qëndrueshme dhe të drejtë për të gjithë.